Njerëz që sfidohen shumë kanë më shumë ti për të thënë. Teknologjia e shpejt, po na e vjedh dashnin, kohën, komunikimin, shumë pak po flitet për familjen edhe në edukimin shkollor. Për besën po mendoj që mungesa e komunikimit të mirëfillt, po i ndonë edhe familjet, do me thonë, po kërkon, po ban ndarje emocionale. Puna po i obligon njerëzit me dalë, po mendoj që kur dojnë, gjejnë kohë edhe për familjen. Edhe për shoqërinë, edhe. Po mendoj që na mungon komunikimi mirëfillt. Na kemi nevojë me u ndëgju, me fol. Nëse sot shkon mysafir diku, të gjithë jemi me telefon. Ajo është vjedhje e kohë, dhe më thonë. Kur i flet dikuj në 4 sy e me zemër, me ngrohtësi, është krejt diçka tjetër. Dhe më thonë me një empati, me një ngrohtësi, me një dashni, me zemër të hapur. E jo gjithmonë i rezervuar. Zakonisht, kur jemi në prag të festave, e ndjejmë më shumë mungesën e më të dashurve tonë. Ju keni edhe një dhimbje të freskët për motrën që keni humbur para 6 muajsh. Këto festa që i presin papraninë e më të dashurve tonë, si i keni përjetu këtë periudhë? I kam premtu vetes më përmbajt mos më tralltu lart, është e vështirë. Është e vështirë. Të gjithë ne që kemi vëllezër dhe motra, e dim sa duhet një motër, ose në veçanti këto vdekjet e papritura, ta ndrojnë ritmin e jetës. Do me thonë ti kur nuk je ajo që ishe, nuk të kalon asnjë ditë, asnjë sekond, pa mendu atje. E keqja është se nuk po muj me pregadit vetën, as me poballë me shku deri te varri. Kur nuk po shkoj, po mendoj që mendon që e kam haru, jo. Me këtë realitet nuk po muj mu përballë. Të më thonë me shku, me i fol, nuk po mundën. Po besoj që një ditë e përmbledh forcën edhe, se më beso me janë bërë shumë. Një humbje shumë, jo ko pas kohë e humbje, edhe gjithmonë me qëndruve fort, prapë unë tash i kam 3 fëmijë të vllau që për mu jonë e gjithë bota, edhe mundohem që për hir të atyre mos me qojt, mos mu mërzit. Për shembull, fëmija 4 vjeç si të shet që po qonë, e dim pse. Po mundohem mu mbajt, tash, duhet ndështë pak kohë, dhimbja nuk kalon kur, po duhet me përballu, janë sfidat e jetës, dhe me thonë, unë mendoj që njerë që sfidohen shumë, kanë më shumë ti për të thënë. Nuk nënkupton, dhe me thonë që ndoshta edhe qesh ndonjëherë, ndoshta edhe merr pjesë diku në aktivitet për vete, po më ndihmojnë shumë aktivitetet, forumet, po e marr një kohë për ndoshta për disa sekonda edhe harroj dhimbjen. Do me thonë, njerëz ndoshta edhe munden me të paragjyku, me të keq kuptu, po secili e ka për vete. Uroj që kur një jetë askush me përjetu dhimbje, asa kom përjetuar, nuk po viktimizohem, po e them një të vërtetë, se dhimbja të shkatron